Nga ana nënës është Alushi, Bakalli, kanë familje që kanë pas prona, kanë pas, si më thonë, nuk kanë preferuar të regjimit. Po traditë ose kështu pjesëmarrje në politikë kanë pasur para arsit tuaj? Nana jeme ka kanë 2 vite, ka kanë deputete e Parlamentit Shqiptar. Do të thënë ju jeni djali i Irma Koplikut. Ju jeni djali i Irma Koplikut, deputetes? Po, ish deputetes. Ish deputetes, po deputetet dikush. Ja, po t'ju shpjegoj se duket sikur kështu traditë familjare. Jo, po kjo s'është gjë e keqe ti. Nuk është gjë e keqe. Se ke s'do ta kesh atë, unë jam pro kësaj. Dhe tradita familjare është një gjë shumë e mirë dhe djathët e kanë këtë. Nuk është rasti pros. Dakor, kishte shumë me kanë rasti, por nana jeme nuk vjen prej botës politike. Nana jeme vjen prej botës akademike. Dhe në 2013 ishte pjesë e listave diku e 8, 9, 10, pra listat krejtësisht mbylluna. Dhe në 2015 Voltan Ademi bëhet kryetare e bashkisë dhe femna e parë që ishte në listë futën në parlament që meti përgjatë 2 vite, pra nuk vjen për një karrierë politike nana jeme. Nana jeme vjen për një karrierë akademike. Dhe gjatë viteve që ishte deputete, nuk merret. Po me çfarë merret mamaja? Është pedagoge në Universitetin e Shkodrës. Tani nuk të ktha ndonjëherë mamaja Orbiert, duhet të futesh në politikë. Nuk e ditë nana për me mbullan kështu këshilla, pra këtë po mundohem ju shpjegoj. Pra, gjatë viteve që nana ishte në parlament, unë isha, po themi, asistentin thojza i saj, sepse unë e kisha pasion këtë gjë politike. Ndërkohë, nana jeme vjen me një reputacion në botën akademike, që sigurisht tek pjesa e listave bashin pjesë shpesh për dekor, po themi, por edhe për me dhënë një qasje tek listat e të 2 partive politike. Cili deputet nga Shkodra vlerëson më shumë në gjithë, po themi, nga 1990 deri tani? Ke një model, një kështu që të pëlqen? Përveç mama, se maman patjetër që... Mama e thash, si nanë është e jashtëzakonshme, ku ka cili fëmijë ka Tedi, unë do doja që më shumë parlament ishe Irma Kopliku se sa tjera ty në PD, po ç'është tjetër kjo? Shiko, politikan ka pas më thënë, Pjetër Arbnori është një prej figurave që e ke vlerësuar, vjen në mend i parë, pra sepse vjen nga një Pse Pjetër Arbnori? Po sepse vjen nga një vujtje e tejs gjatën, pra është e shpresa që e marrë. Po jo, a i dha dhe në politikë, jo thjesht. Po ja, dhe më thënë, fillon tek besimi që diçka ka me nërshu. Sepse ti është në burgje që i thet, ti do të lodhesh të më shkruaj letrat, unë s'do të lodhem duke shkruar, apo jo? Jo, batuta e ti është, këta nuk janë socialista, këta janë specialista. Ajo është perfekte, po thëmë është një nga personazhet emblematik, po themi, të parlamentit shqiptar në kohën e Partisë Demokratike, po gjithë ajo plejat, po themi, aty në viteve ka pas cilësi të jashtëzakonshme në parlament. Cili është mendimi juaj për Jozefina Topallën, ka qenë kryetare e Kuvendit për 8 vjet dhe një nga edhe sot është deputete dhe një nga politikanet më të rëndësishme që kanë zgjedhur Shkodrën në këto 36 vjet. Politikane shumë e fortë, pra që ka përfaqësuar nivelet më të larta Shkodrën, ka dhënë shumë për qytetin, pra vitet që Jozefina Topalli po themi kishte po themi pushtet në Partinë Demokratike, janë vitet që pat më shumë investime për Shkodrën, që është diçka pozitive që metet nga historia politike e zënjës Topalli. Ajo që më e mend unë është edhe betejë që i ka bë përfaqësuesve të krimit në fillimet e viteve 2013. Me emra mbi emra. Me emra mbi emra dhe ishte guximi i madh. Pra ajo ishte thymja e një heshtje, po themi. Dhe sigurisht është të mbështet Jozefina Topalli? Nuk i kam kërkuar mbështetje ekskluzivisht zënjës Topalli. Dhe pse është bërë kaq e urtë Jozefina? Nuk e ditë, unë nuk futem shumë analizash. Nuk i studioj në këtë pikun për me ju thënë. Tedi, është bërë urtë Jozefina? Janë 140 deputet. Nuk e besoj, po ndoshta 140 deputet nuk kam mundësimi dikur kur ishim të ri, sepse ka rradhë rëndësia e parlamentit. Pra ishte ato vite që kishim 2 orë drita, 2 orë pa drita, dhe unë më e mend që ai inverteri që kishte disa orë caktuar për maj televizorin nes, seancat e parlamentit shqiptar ishin umbledhte tan familja për një gjuhë. Pra ka pas cilësi parlamenti shqiptar. Kurse sot është bë edhe bota në përgjithësi, sepse sot është bë një obsesion për klikime, nuk ka më nevojë për cilësi mendimit, ka rëndësi me balajmin. Plus që niveli ju i përmend disa emra, niveli i përfaqësimit është para jashtë. Po babe bir Alis Pahia, Bars Pahia? 2 deputet. Cil pyetje? Po si vlerësoni? Po shikoj, janë politikanë që kanë kontribuar. Jo, na thënë një gjë të veçantë se kështu për ne këto e dimë. Me zotin Spahia
teatrin, unë s'kam pas asnjë lloj marrëdhënie. Domethënë, unë njeh Bardhin, nuk njeh teatrin. Mirë, dhe unë s'kam pas marrëdhënie me Ismail Qemalin, po e di se çfarë ka bërë Ismail Qemali. Një mendim për Bardh Spajin, është një nga politikanët më luftarak. Pra, unë e maj mend qysh 2009 dhe gjithmonë, si më thanë, ka kanë poshtë listës një person luftarak politikisht, dhe sot, pra në zgjedhjet e fundit mori një numër të jashtëzakonshëm votash, një nga më të votuar, që unë vlerësoj dy gjëra në politikë, koherencën edhe persistencën. Dhe zoti Spahia i ka të dyja këto, pra. Edhe më bëri përshtypje që flet me dialekt gegrisht. Gegnisht, po. Gegnisht, ëh. Tani jeni një tjetër mendim si Mariana Koçeku që unë refuzoj të flas gjuhën standarde në parlament? Po ndryshe nga zonja Koçeku, unë kam folë gjithmonë kështu. Që ajo kohët e fundit ka folë? Sa di unë kur ishte në opozit, flite me gjuhë letrare. Po jo, ato direkte u kthyn mod. Po mirë, pra, ka pas aktivitet allë. Ti do edhe ti refuzon të flasësh gjuhën standarde në parlament? Qofse kështu vjen natyrshëm, ky jam unë, kështu flas. Po jo, duhet të mësosh gjuhën standarde ti. Po thot në çfarë pikët është. Sepse e ke detyrim në parlament duhet të flasësh caktuar. Me shkruaj, po, me shkruaj me gjuhë letrare, me gjuhë standarde. Po jo, dhe të flasësh si deputet? Nuk e di. Unë po jo, të flasësh edhe në Francë kam pa që flasin me dialektin e jugut, e Oksitanisë, e Bretanjës, s'ka si pikë problemit. Në Shqipëri nuk e di, se nuk i njeh gjitha dialektet, po s'ka asnjë lloj problemit as lloj. Do të thuaj që nëse zgjidhesh deputet ti do flasësh gegnisht. Po në parlament. Unë te dera parlamentit jam. Pra jam më i votumi jashtë parlamentit në listën e Shkodrës. Jo. Mund të futem një moment caktuar. Po jo, pra ti mund ti do jesh deputet. Si do flasësh atje? Gjuhën gegnisht? Gegnisht. Jo gjuhën standarde. Po s'jam më unë e bëhem fol gjuhën standarde. Po do të kritikojmë për këtë? Po pse se kuptoj? Në çfarë, domethënë parlamenti është një organ edhe e gjuha gegnisht çfarë problemit ka? Gjuha gegnisht është dialekti gegnisht është shumë e bukur dhe unë e dua shumë. Dhe shumë i kuptueshëm. Dhe unë e dua, jo, i kuptueshëm pastaj këtu është diskutueshëm se një nga Konispoli se kupton për shembull. Siç një shkodran nuk e kupton një nga Konispoli, Nuk jam dakord. Po jo, se kupton dialektin shumë. Unë jam i kuptum. Pra nuk e kam ndonjë asnjëherë për njerëz gegnishtën për mua kuptu. Bile ka kanë një ndër arsyet që njerëzit më kanë njoftë ose më kanë identifikuar, sepse po themi reklamimet më të mëdha ose fushatën më të mëdha mua më kanë bërë mediat. Pra duke kanë pjesë e mediave, kështu kanë fol gegnisht qysh ditën bile një moment sepse ne për Shkodrën kena një problem, jena mësu me një gjuhë vetëm të fol letrare. Pra dhe kur del kamera para, ai impresioni i parë që ti duhesh me fol letrare. Dhe e kanë shumë vetë, edhe nga Shkodra për shembull, kur e kanë kamerën para, vjen natyrshëm me fol letrare, për me kanë i kuptueshëm. Dhe ndoshta në ato intervistat e mia të para, kisha unë një kompleks. Jo, po se di në mënyrë instinktive, aty në mungesë eksperiencë, dhe u mundosha me kanë i kuptueshëm, sepse pastaj jo, pastaj morra një mesazh, tha një mik i jemi që unë e vlerësoj shumë, tha ose fol si flet, tha, ose të zjerë diket tjetër me fol për ty, se si e ti. Dhe unë kur e ndëgjova vetin të fol, i dhash 100% drejt. Për një po insistoshe tek fjalia që s'jam ma unë ba me fol në gjuhë, pra. Sepse gjuha është pasqyra mendimit. Për ta mbyllur, çfarë vlerësimi ke për Mariana Koçekun, largimin e saj nga Partia Socialiste, se ajo ishte para listës Shkodrës, e para listës Shkodrës. Po pra, unë më shumë mendim kam tek arritja e saj në majë të listës se sa nga largimi, pra. Arritja në majë, shikon, në Shkodër, Partia Socialiste ka pas shumë vështirësi për me u imponu, me tana metodet, sepse nuk besoj që është imponu me projekte, me programe dhe me mendim apo me element. Po gjithsesi, mbështetësit e Partisë Socialiste, po thënë baza, e ka pas shumë të vështirë, sepse s'kan pas kur pushtetin lokal, përfaqësuesit në parlament kanë gjithmonë më të pak se sa përfaqësuesit e Partisë Demokratike, dhe një farë mënyrë në thojse janë të persekutuar, po themi, në kuptimin e përfaqësimit. Dhe një moment që Partia Socialiste forcohet, i imponon elektoratit shkodran, disa njerëz që ishin anonim. Ajo ishte shumë e mirë në botën e saj, pra si, po themi, nuk e di që është, pra, kështu pronare ati biznesit saj shumë unik, që njerëzit e kanë vlerësu dhe e kanë njoftat, si politikane e shaf shumë ambicioze, pra të marrë parasysh vendimet që ka bë dhe veprimet që ka bë, por nuk më duket se si më thënë, unë nuk e preferoj këtë lloj zgjedhje që ka bërë, sepse ose nuk pranon, pra me kanë pjesë e një skuadre, sepse fakti që dolen Flamingot në shesh nuk e bani më të keq Edi Ramës se sa kur ajo pranoi ofertën e tij.